ja ku jemi rikthyer sërish në studio dhe pa humbur shumë kohë, me ne sot në studio kemi një vajzë të re, mirë po të zgjuar, e cila do të na tregojë gjithçka rreth organizimit që do të bëhet në Bojan për sa i përket rushit dhe është me ne, mirëmëngjesi, mirë se na erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Është një ndër dhe një privilegj i veçantë për mua që të jem këtu si përfaqësuese mediale e Festivalit të Rushit të Bojanës. Mirëmëngjesi dhe për juve, gjithashtu. Faleminderit shumë në fakt që ndave kohë për arsye se e di që sot është festivali, me fillim prej ora 1:30. Po, 1:30. Dhe është një festival i cili mbahet për vitin e dytë me radhë, apo jo? Po, Festivali i Rushit të Bojanës është, më thënë, kjo edicioni i dytë, edicioni i parë ishte vitin e kaluar më 25 shtator të vitit 2015, dhe tani më 9 shtator të vitit 2016, më thënë, kemi gati 2 edicione që po e organizojnë festivalin. Përpara se të vijojmë me detaje rreth këtij organizimi, na trego fillimisht për ty, pak, cili vit je, çka studion? Unë jam nxënëse vitit 4, në shkollë mesme, mësoj në shkollën e mesme të qytetit të Shkupit, Pançe Karagjizov. Më thonë miksi, detimi miksi. Sa kohë merresh me organizime të tilla? Po, të them të drejtën, nga shkolla fillore pak jam marrë me atë pjesën e vendlinjes, ajo dashuria e vendlinjes e bën të vetëm, mirë po edhe tani në shkollë të mesme kam filluar në fund të merrem ende më shumë me aktivitete të nxënësve, pak në atë pjesën e studentëve, por më shumë e shikoj atë pjesën e vendlinjes, po të shikojmë çfarë mund të bëjmë më tej. Do të thotë Bojana është ajo e cila në fakt frymëzon për të punuar. Po, dhe përbën maksimumin që ta shpash në vendin e saj, më thonë guri në vend të vet, dhe ajo pa dashuria e vendlinjes, dashuria e familjes, vendi ku ke lind, vendi ku je rrit, edhe ajo është më thënë një inspirim, një motivim që besoj se çdo kush të dëshiron që ta sheh vendlinjen e tij në mënyrë më të bukur të mundshme. Edhe ne mundojmë të më sa mundemi ne si rini të bëjmë aktivitete të ndryshme për zhvillimin e Bojanës. Edhe pse mos i shfrytëzojmë ato begadit, ato pasuri që na i ka dhuruar Perëndia, në këtë rast konkret vëreshtaria. Sa ka pasur ndryshim Bojana në këtë periudhën e fundit? Po, të them të drejtë, ndryshimi Bojanës ka filluar prej kur kanë filluar edhe më të vjetrit të organizojnë, thonë konkretisht me bashkësinë lokale të Bojanës të fillojnë për infrastrukturën, të punojnë në përmirësimin e rrugëve, në rregullimin e rrugëve, rregullimin e shkollës, më thonë në përmirësimin e pjesës së arsimit, po ashtu edhe me formimin e këshillit të xhamis, më thonë ka filluar prej të më të moshuarit më të vjetrit, pastaj ka kaluar edhe te të rinj. Më thonë kemi shikuar që në maksimum të bëjë një bashkëpunim në mes të moshuarve dhe të rinjve, duke formuar grupe rinore dhe ky festival i Rushit të Bojanës është një aktivitet i cili na bashkon të gjithë banorëve të Bojanës, duke filluar prej te vëreshtarë, prej te bashkia lokale dhe deri te komuna e Sarajit, na bashkon edhe pjesën e rinisë, në pjesën e organizimit, më thonë është një, më thonë ne ku gjejmë në këtë festival, në këtë organizim në gjithë Bojanës të gjejmë veten tonë, më thonë në vendlinjen të shikojmë sa më shumë të punojmë rreth vendlinjes tonë. Është një bashkëpunim i përkryer mes gjeneratash, besoj, edhe sigurisht. Normalisht ju bën ju të njiheni më tepër me traditën. Edhe sa u ka ndihmuar ju që njihni vendin të organizoni këtë, duke qenë se njihni traditën, njerëzit dhe gjitha? Po, sigurisht të themi të drejtën e të rinjt, nuk kemi edhe aq nuk ndeshëm me masu tradita, shikojmë, jemi të thënë pasjetës luksoze dhe jemi larguar pak asaj pjesës të traditave, veshjeve kombëtare, kultivimit të rushit. Mirë po, ne me anë të këtij aktiviteti mundohemi që të apelojmë deri tek rinia, më thënë edhe deri tek vetja që sa më shumë të merremi me atë ruajtjen e traditave, më thënë edhe pse ky kultivimi i rushit është një traditë bujqësore 60 vjeçare, do shikojmë të vazhdojmë ende më shumë në të rinj, më thënë edhe tek motoja, siç e përmendëm pak më parë, tek motoja e gjithë publikimeve të festivalit të rushit, e kemi pasur atë moton Bukë Rushe Zemër, e cila rrjedh nga ajo fjala popullore Bukë Kripe Zemër, që kjo nuk kupton se të rinj, më thënë, të mos largohen nga vendlinjet e tyre, të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, sepse vetëm me të jetuar në mënyrë sa më të thjeshtë, vetëm me bukë, me rushe dhe mjafton të kemi dashurinë, thonë të rrim në vendlinjen tonë, të punojmë për vendlinjen tonë, dhe mjafton të jemi në harmoni në mes vetë, më thonë mos largohemi, më thonë mos kemi me atë epitetin kurbeçar. Të jetojmë në shtëpitë tona, në vendlinjen tonë dhe të jemi, mjafton të jemi të lumtur. Ajo është esenca e gjithë jetës tonë. Të ndalemi pak te kjo. Tani ishte ai momenti kur tani sa po patë edhe ju që mjafton të jemi në vendin tonë dhe mjafton të jemi të lumtur. Mirë po, gurbeçar mos t'i kemi. A nuk mendon se edhe pjesë ka bukurinë e vet edhe ajo pjesë? Ka bukurinë e vet, sidomos sot në festivalin e Rushit, edhe pse është afër festa e Kurban Bajramit, të gjithë gurbeçarët kanë ardhur, më thonë, në vendlinjen e tyre për 2 raste të veçanta. Njëri është festivali i Rushit të Bojanës, po ashtu është edhe festa e Kurban Bajramit. Mirë po,
Po shumë që nga dita nga viti në vit po rritet kjo numri i të rinjve, numri i njerëzve të cilët po largohen nga vendlindjet e tyre dhe disi nëse ato nuk na bashkangjiten neve në ditët më të mira, siç është u ka bërë edhe në Bojan festivali i Rushit si një ndër ditët më të mira ku e pret çdo fëmijë, çdo i ri, çdo moshatar, më thon, secila gjenerate e pret, pse të mos jemi të gjithë së bashku. Edhe ne me anë të kësaj mote, më thon, bukur, Rushi, zemër. Rushi është, mund të themi, pasuria më e madhe që e posudon Bojana. Vreshtaria është ajo pjesa kultura bujqësore më e zhvilluar në Bojan. Është zhvilluar pjesë të tjera, më thënë, të buqis, ato kopshtë shtëpiake, baqet, mirë, po më shumë të një pjesë e blegturisë dhe vreshtaria. Dhe kjo është pasuria më e madhe, është begatia e Perëndis që ja ka dhënë, më thënë, Perëndia Bojanës, rinisë të Bojanës. Dhe pse ato mos punojnë? Nuk është turp në ditën e sotme të punosh në vreshtari. Përderisa e kanë mundësim, pse të largohen? Po edhe Po më duket, mendoj, është shumë interesante dhe shumë për të përgëzuar fakti se të rinj si puna jote po bëjnë thirrje tek të rinj të tjerë që të punojnë sa më tepër dhe të mirën me vreshtari dhe të mos konsiderohet turp, sepse puna në fakt nuk është turp. Po, si mund të jetë turp. Edhe ju edhe unë jemi vazhd dëshmitar, po jemi dëshmitar në ditët e sotme të tregosh që ke shkuar, më thon, me traktor, me traktor ke shkuar në fush, ai mos më shohin shoqë, mos më shohin ato se unë jam nxënësi e shkollës, ashtu ka ngelur, më thonë, Asnjëri nuk poston një foto në Facebook apo në Instagram të Ara duke mbjerrur, kjo është pak, po e sigurt. Është fakt. Ajo Por është një pra. gjë tjetër që më pëlqen është Shkojmë ne ta bëjmë një foto. Bën një selfie aty dhe ajo që më pëlqen është se ky A e di çfarë festival është më interesante kur shkojnë të re, më thonë, edhe unë rastin kur shkojmë në fush, e marrim me njëra telefonin selfie me pushën me pse jemi mësuar, gjithmonë në qytet nëpër kafe, shëtitje me shoqërinë, asnjë nuk e kemi para atë pjesën e natyrës, pak atë pjesën e punës fizike, të shohim se si kanë jetuar ato më përpara, si janë rritur në natë baballarët tonë, pse mos e bëjmë ato? Nuk është, më thonë, një gjë që konsiderohet turp kjo? Duke qenë se jemi këtu, a ka të rinj që merren me këtë punë, që punojnë, nuk e kanë bezdi faktin se Janë në mas të vogël, ato që punojnë janë vetëm të tërhequr nga prindrit e tyre. Nëse familja nuk e kanë atë pjesën e bujqësisë, pjesën e blegturisë, pjesën e vreshtarisë, ato nuk shkojnë fare. Shikojnë vetëm atë pjesën e rritjeve sociale, pjesën e teknologjisë, të ndenjë rrit në shtëpi, dalë shëtitje në qytet me shoqërinë, ndërsa pjesa e punës fizike në fusha, në për vreshtari, blegturi, është mas. Edhe pse kur e dëgjojmë fjalën fshat, konkretisht fshati Bojan, drejta si jeton ju atje me bujqësi, me blegturi, a keni lopa, keni ashtu, a keni gjitha kafshët? Të gjitha janë Në fakt kjo ka ndryshuar. Fshatrat tani, më thonë, në jetën bashkëkohore nuk janë si që kanë qenë më përpara. Të gjitha kanë ndryshuar edhe kur kemi kontakt ato, më thonë, dikush kur ka shoqe, më thonë, nga qyteti, nga pjesa e qytetit, kur kemi miqësi ndërmjet vetit që shkojmë, më thonë, për shpejtë një uasi që nga fshat, më thonë, kjo, a fshat është kjo? Ka ndryshuar, ma i fshatët e tanishëm nuk janë si që kanë qenë asë po, të shkosh në një fshat, të shohësh pjesën e blegtorisë, të shohësh pjesën e bujqësisë, më thonë tani më ka ndryshuar. Edhe ne, pse mos e vazhdojmë këtë traditë, më thonë, përderisa vreshtaria në Bojan është e zhvilluar në aq mas të madhe, më thonë në fillim të fshatit kemi gati se 200 hektar ku kultivohet rushi, mirë po në masë madhe mund të them se ato që kultivojnë rushin janë më të mëshuarit, më të vjetrit, por beson që manë të këti aktiviteti të inspiron, të motivojnë më të rinë që edhe ato të mere me vreshtari. Pikërisht këtu doja të ndalesha sa ndikon festivali i Rushit për t'i tërhequr në fakt të rinjt, për t'u marrë me këtë me rushin, me kultivimin e rushit. Çfarë ka tek festivali që i fton të rinjt, çfarë u shpjegohet atyre? Vetëm përmendja e fjalës festival. Deri sot Bojana, më thonë, ka qenë një vend, si më thëmë, shumë tempodan, shumë i qetë, shumë çdo kush e ka shikuar atitën e tyre ta siguron ekzistencën familjare dhe askush nuk ka shikuar dhe nuk është dhënë pas asaj të bëjë një aktivitet për zhvillimin e Bojanës, sepse çdo kush ka qenë i brengosur për ekzistencën e familjes, më thonë, për sigurimin e familjes, më thonë, ta rregullon jetën e tyre. Mirë, po tani përderisa në sofër, ha? Po, ajo... A e dihet vetë. Ajo është të qëllimi i gjithë, më thonë, tjetë njërë për vete, pasaj për familjen, për vendin e vetë, për kombin e vetë, dhe më thonë deri në masë madhe, deri sa të arinë, sa ka të mundësin e vetë personale. Edhe pasi që lindi ideja, më thonë që do flasëm pasaj se e kujt ishte ideja për festivalin e rushit të Bojanës, gjithë kur dëgjoheshim, wow, çfarë festivali, çfarë do bëhet me këtë, dhe ajo filloi interesimi nga vreshtarët. Mirë, po kemi një, mund të themi, nuk është bashkë problem, ajo,
në fillim kur organizua festivalin në vitin e kaluar, thanë se, më thonë, kjo është pjesa e Rushit, më thonë, do merret për prodhimin e alkooleve, verave, mirë po, Rushi i Bojanës, më thonë, nuk është një rush i cili merret për prodhimin në industrinë e alkooleve, verave, mirë po është një rush i cili përdoret vetëm në turizëm, ka, më thonë, përdorim turizëm 100% dhe është me, më thonë, janë plantazhe hallale që ekzistojnë në Maqedoni, janë 200 hektarë në pjesën fillestare të Bojanës. Dhe ekziston një fjalë, më thënë, të cilët e kanë thënë çdo herë veshtarët e Bojanës, por çdo kënd që ju ka thënë se këto do ta përdorin për prodhimin e verave dhe alkooleve, se rushi i Bojanës as nuk pihet dhe as nuk zihet, por vetëm hahet dhe përbihet. Do të thonë nuk merret për prodhimin e verave dhe alkooleve, por vetëm në turizëm, më thënë, për të ngrënë bukë, rush e zemër. A te ke provuar ndonjëherë bukë rush? Bukë rush e kam provuar, po tani po më hyp një dëshirë e madhe për ta provuar rushin e Bojanës. Taki që nuk solle këtu në studio. Edhe unë kam provuar dhe shumë e shishme. Unë nuk ju kam sjellë me qëllim, dje ishim te Radio Shkupi për intervistë rreth festivalit dhe ato më kërkuan rush. Unë ju dërgova rush, mirë po thash në media tjera nuk ka asnjë rush sepse ju duhet të vini në ora 1:30 në Bojan ta shihoni rushin. Do të vim, patjetër. O, haj rush Bojane, sotun, se gjithë ky ma vetë rushi po më pëlqen në fakt, po, është shumë interesante. Çfarë përfshihet këtë vit në festival? Çfarë përmban programi i festivalit? Pasi që është edicioni i dytë, më thonë, vjet ishte në vitin e kaluar, më 25 shtator ishte edicioni i parë dhe ne vetëm dëshim aty fillojmë ato hapat e parë. Edhe shumë se çfarë ne mund të bëjmë fakt me festivalin e Rushit, nëse është depërton aq shumë në zemrat e fshatarëve, në zemrat e rinisë, në zemrat, sidomos të vërshtarëve, sidomos vërshtarë, nëse do ta bëjmë atë Rushin. Ato janë të zotët e punës aty. Pikërisht merita është gjithë e vërshtarëve për zhvillimin e kulturës 60 vjeçare. Edhe pasi që ishte edicioni i parë, ishte një program i përgjithshëm, mirë po këtë vit do të jetë pak më i bujshëm, si ti themi, do të kemi edhe mysafir special, disa pjesa më karakteristike e festivalit do të jetë ajo kemi prezent 5 shoqëri kulturore artistike. Do të thonë gjithë programi do të jetë me atmosferë folklorike, artistike dhe me shumë emocione, besoj për fshatarët dhe për të gjithë ato të cilët do të jenë mysafir sot në orën 1:30 në Bojan. Jo, duhesh të na sjell pak rush sot, po ne. Te rushi e kemi ne. Te rushi e kemi ne. Nisëm në salla. Ska lidhje, pëjmë janë të mirat më nxestaren. Se ne kemi këtu edhe çdo ditë frutin e ditës, që shpjegojmë gjithë shikuesve dhe ku kishte më mirë se dësh. Rush Bojan. Parës pak më parë, thatë për organizatorin idej, në fakt, idej kujt ishte fillimisht kjo? Ideja ka qenë e ZIP Institut, është një organizatë jo qeveritare, cila merret me reforma në administratë, në Maqedoni. Është formuar në vitin 2011, drejtori ekzekutiv i ZIP Institutit është Zotri Agim Selami, njëkohësisht është edhe banori i fshatit Bojan. Ideja do të thonë ka lindur që atje, mirë po organizatori, ideatori dhe iniciatori gjithë festivalit të Rushit të Bojanës është Fexhri Selami, Zotri Fexhri Selami, i cili konkretisht është marrë me bisedimet rreth vërshtarëve, bisedimet me rinin, formimin e grupit rinor rreth organizimit të festivalit. Do të thonë ka arritur ideja prej te ZIP Instituti, do të thonë edhe po i pasuron këtë eveniment, më thonë, për edicionit të parë në edicionin e dytë dhe besojmë se do të vazhdojmë edhe me edicionet të tjera në vitet e radhës. Në qoftë se vazhdon në këtë frymë organizative, besoj se do të vazhdoj gjatë. Si u gjende ti në mes të këtij organizimi dhe si të lindi dëshira për të marrë pjesë me gjithë këtë? Po, unë thash jam e Bojanës. Vërtet që ka me shumë dëshirë. Po, unë thash jam e Bojanës, përderisa jam e Bojanës, jam edhe e festivalit. Po, thash, me organizimet që janë bërë në Bojan, më thënë, jam marrë prej shkollës fillore dhe jam munduar që maksimalisht jem afër, më thënë, vendbanimit tim, më thënë, afër bashkëfshatarëve të mi. Edhe kjo është një rast për mua, më thënë, që sa më shumë të ekspozojmë, më thënë, të njihemi me traditën, të njihemi me shoqërinë time në Bojan, sepse tani ne që mësojmë jashtë vendimjes tonë, përderisa shkollën e mesme nuk e kemi në Bojan, por e kemi këtu në Shkup. Dhe shkaqet jetore, më thënë, na largojnë nga vendlindja, ajo është një rast i mirë në festivali që ne sa më shumë të afrohemi ndërmjet vetit, të njohim traditat, të njohim mënyrën e ushqimit, të njohim rushin e Bojanës, më thënë, edhe sa më shumë të shoqërohemi në mes veti dhe të organizojmë këtë festival. Më thënë, unë roli im, më thënë, në festivalin e rushit të Bojanit jam përfaqësuese mediale për sa ti themi reklamimin që të kemi sa më shumë mysafir, po ashtu edhe gjatë të prezantimit do të jem moderator apo prezantuese si të mikpritëse mysafirëve që do të jenë special në festival. Shumë interesant, shumë mirë në fakt dhe shumë interesante. Çdo minutë më tepër po bindem që. Po, në fakt në Bojan është një problem se thashë, për shkak se e ka të epitetin fshat dhe dalja e gjinisë femrore, më thonë grupimi i gjinisë femrore, edhe aq më shumë aty në moshave të mëdha është pak problem, thonë ka mbetur ai mentaliteti pak si më herët. Kjo është
Në më thënë, e shie pak si një problem nëse kemi bashkëpunimin mes dy gjinive, në më thënë gjinisë mashkullore dhe femrore, mire po ne si grupi rinor, në më thënë do të kemi edhe femra të bashkëmoshatare të mija. Fakti që kanë një femër në skenë aty e bën të ndryshoj. Po, të ndryshoj, po është edhe nga shoqëritë kulturore artistike, më thënë ato valltare do t'jenë femra, po është edhe mysafirët ato të grupit rinor do të ketë gjini femrore, dhe me këtë më thënë nga edicioni, në edicion mundojmë që sa më shumë edhe të ekspozon edhe gjinia femrore. Do doja të ndalesh pak këto. Ke prekur fix në te. Po, do doja të di... Po, sa e kishit vështirë, ti personalisht, të pranosh tish moderatore tashmë në këtë eveniment, dhe sa gjite përkrahje nga familja yte, po ashtu edhe kishe nga ana tjetër, edhe kritikues, pse je aty? Prap lidhem nga jo se unë kam filluar, në shkollën fillore kam qenë një nxënëse e shkëlqyeshme, tani mos bjesi kur po lëvizoj veten, po në fakt prej atje rrjedh krejt kjo storje. Edhe në klasë të, më thonë, kur kam kaluar nga klasa e 7 në klasën e 8, kam bërë botimin e librit pranverë në sytë mi, kjo mos bje si kur po ekspozon, mirë po çdo herë kam qenë në kontakt me bashkëfshatarët e mi, më thonë, kam qenë afër atyre më ka njohur si nxënëse të shkëlqyeshme, çdo herë kam pasur lëvdata nga mësuesit e Bojanës, më thonë se edhe ka edhe mësues që janë prej Bojane dhe japin mësim, më thonë, në shkollën e Bojanës. Edhe për këtë ato më ka njohur si Meremi Kurtishi, më thonë ajo vajza që mëson, ajo vajza që, më thonë, edhe kam pas një rast, më thonë që unë nuk e kam babain, ajo vajza që se ka babain, më thonë, çdo i kam pasur disa tituj që, më thonë, ajo ka butuar një libër, më thonë, një vajzë nga Bojana ka butuar libër që deri më sot, më thonë, në Bojanë në një fshat buton dikush libër. Ajo vajza që se ka babain, ajo vajza që mëson, ajo vajza e dobët, çdo i kam pasur disa epitete që fshatarët kanë pas mundësi që të më marrin mend. Edhe kur, më thonë, edhe unë kam edhe pak lidhje familjare me këtë organizatorin e festivalit, edhe kur më telefonon, në vitin e kaluar, më thonë, do organizojmë një festival në mënyrë telefonike, ajdi mu duk një ide, festivali Rush, më thonë, për dirisa ne kemi, të gjithë nga thonë, kur erdha këtu në shkollë të mesme, i tha me Bojanës, a ju Rush Bojane, më thonë, çdo herë, edhe jashtë Bojanës, unë kur them se jam e Bojanës, a u ka bë Rush, më thonë, a merrni ju si familje, më thonë, me Rush, fatkeqësisht nuk merremi me Rush, për shkak se babai im ka vdekur, më thonë, pak më edhe nuk kemi mundësi të merremi. Por ka që ti tani u atregon gjithë atyre se po mbahet një festival Rushi në Bojanë dhe hajde e një shijoni. Edhe kur janë të ajo pjesa sa e kam pasur të vështirë, normalisht, më thonë, të jetosh, më thonë, në fshat, edhe pse vetëm kam mbetur, se nuk është më ajo epiteti, është pak i vështirë, më thonë, varet se çfarë personi, për shembull unë personalisht nuk e kam të vështirë, më thonë, të dalë para tjerëve edhe të flas edhe pse jam, më thonë, gjini femrore. Kam pasur edhe raste, më thonë, edhe jashtë Bojanës ku kam dalë përpara publikut, përpara për të prezantuar, për të moderuar. Që se ke vështirë e shohim. Këtë e morëm. Që se ke vështirë e shohim. Dhe të përgëzojmë shumë. Faleminderit. Kjo është e mira në fakt, se ke dalë dhe ke ngritë zërin dhe ke bërë atë çfarë të pa u prekur nga ato paragjikimet. Jo, edhe unë e thëmë, po, edhe këtë vjetë unë më lembrot për shfaqësi mediale dhe për moderatore, po thëmë, a di çdori ja kam lëdhur sytë atyre Bojanës, më thëmë, pse i veçonë, pse mos dalë dikush tjetër, më thonë, për derisa unë të merrem në një punë thjesht, me pritjen e mysafirëve, me rregullimin e Rushit, me rregullimin e pemëve, ushqimeve, ama është, më thonë, për femra tjera është pak e vështirë. Unë kam edhe një gjë pozitive për shkak se babai më ka vdekur, më thonë, përderisa kam qenë e vogël edhe nënën e kam nga Korça e Shqipërisë. Edhe për shkak çdo herë kam pasur një mundësi nga ajo, pak atë pjesën e gjuhës, pak atë zhvillimin, kam shikuar, më thonë, në çdo kohë të lexoj sa më shumë libra ta pasuar pjesën e oratorisë, edhe për shkak nuk e kam problem, edhe për shkak të librit që kam shkruar, për shkak të interesimit që kam treguar në shkollë, edhe kam përfituar nga të gjitha anët nga pak, edhe për atë nuk e kam të vështirë them as për në media, po as për para tjerëve, edhe nuk më pengon ajo përderisa publiku janë gjinia mashkullore, nuk jam të dalë që bëjnë ndonjë tur, po atje po flas konkretisht, edhe ishte pak problema ajo, e them, e di pak me drojnë në fshat, a do të ketë edhe femrat e tjera, ma përderisa flas me atë shoqërinë time, edhe femrat kanë treguar interes. Pastaj edhe ajo pjesa e veshjes, më thonë, unë si moderatore çfarë do të vesh. Përderisa jam jashtë Bojanës, kjo pak ka të bëjë në atë se në çfarë personi je. Përderisa për shembull mua nuk më pengon mënyra se si vishem, atëherë unë mund të dal, më thon, sipas dëshirës time, të vesh atë çfarë të dua, mirë po është pak ta përshtatesh edhe me atë se çfarë po prezanton, çfarë po moderon edhe në çfarë vendi. Po. Më thon, siç është vendi. Ligjin e bën Maliqi, thon një fjalë Shqipërisë. Po, si tani sigurisht në Bojanë ke edhe bashkëmoshatarët tuat. Po.
të cilat edhe do t'jenë aty dhe do të ndjekin ty, po ashtu vlen edhe të di nëse ka ndonjë vajzë që është ndoshta pak më e re në moshë, që të ka model, që të sheh prej afër aty ku je dhe që ndoshta tenton të ardhmen të jetë e guximshme si qeti. Fatkesisht, nuk kam rastësi, ndoshta ka, ma nuk kam edhe ashtë në kontakt për shkak se unë vetëm mund të them se jam e Bojanës, jetojmë, më thonë, në disa kohë jetojmë pak në Titov, edhe këtë arsimimin e kam në Shkup, organizatat të cilat, më thonë, kam aktiviteti në pjesën e Shkupit, shoqëria pjesën e Shkupit, edhe mund të them se vetëm atë pjesën e gjumit apo pjesën e udhëtimit të bëj për Bojanë. Edhe nuk e kam shoqërinë, më thonë, më kam betur ajo shoqënia e vjetër e shkollës fillore, kur jemi në kontakt, mirë po nuk mund të themi se dikush është deri në atë mas të madh, më thonë që të bëj një hap të guximshëm në Bojanë. Ka persone për familjes, unë them, e kam një fat të madh, më thonë që e kam për krajën e familjes, si të motrës, si të vllajt, po ashtu dhe të konkretisht të nënës, të cilët i meriton të gjitha ato falënderimit të përzemnë, nuk kam fjalë që unë të falenderojmë ndaj asaj, më thonë është mundi nënës për mua dhe për të gjithë fëmijët tjerë, më thonë motrat dhe vëllezërit. Dhe përshëndesim shumë sepse ka rritur një vajzë kaq të mirë. Nuk mjafton. Nuk mjafton asgjë. Të ndalemi tash në orën sa i përket festivalit. Nësa ora fillon e gjitha, nësa ora media do të mund të kyqen, si do të shkon krejt procedura? Pasi që sot është një ditë e begat, më thonë ditë e gjuma, pas namazit të gjumas, më thonë, në ora 1:30 do bëjnë në qendrën e Bojanës, më thonë është sheshje dhe është pjesa më e përshtatshme. Kultivimi i rushit Bojanës është në pjesën fillestare, më thonë, prej ku është ajo ura, më thonë, mirë se vini në Bojanë, është pjesa e rushit në anë të majt ku zhvillohet, më thonë, 200 hektar rush, pastaj në pjesën, më thonë, vazhdon pak është 1 kilometër dhe është qendra e Bojanës, është një vend i përshtatshëm për organizimin e festivalit të rushit, dhe fillon prej në ora 1:30, fillon kjo me një defile të shoqërive kulturore artistike. Kur thash prej te ura deri tek pjesa e shkollës është për rreth 1 kilometër dhe prej te shkolla dhe deri tek qendra e Bojanës do të kemi, domethënë, defile të shoqërive kulturore artistike. Kemi 5 shoqëri kulturore artistike, domethënë që do e bëjnë, domethënë, gjithat organizimi, programi. Shpresim vetëm edhe koha të mbaj pak mirë. Po, kjo është pak probleme dhe gjithër kur qojme në mëngjes, më thënë këtë javë, kur i shomë shio, bash javën e festivalit, nësa dje, ishte pak koha e mirë, ose shqyqyrë ndresh për ditën e premtë, mirë për prapëson. Kjo, shpresëm që koha të në mbajnë nga ora 1:30 deri në ora 4, për deri sa do zgjasaj programi. Kjo do jetë, jo që da në lotë festivali, por do jetë pak i vështirë për në organizatorët. Dhe shpresëm që edhe të kemi sa më shumë mysafir. Edhe publiku në fakt po duroj shiun që po Po besoj se nga organizatorët, nga grupi rinor të cilët merre me organizimin me rregullimin e hapësirës, ato do marrin masa do ta marrin parasysh edhe që shi edhe mos kemi probleme se edhe vitin e kaluar në edicionin e parë ishte një shi mirë, po ishte një shi i këndshëm që të jepte motiv për të dëgjuar atë se çfarë po bëhet në skenë. Edhe sot ishte një shi i këndshëm, nuk ishte shi i egër kështu. I këndshëm, po mundet kështu i bësh. Po. Gjithsesi, do të ketë shtandet vendosura, do të ketë diçka të vendosura ku do të mund shijohet të rushi, apo jo? Kjo ketë shijimi i rushit. I kam pikë të dobët pëjmat. Thash, ajo qendra e Bojanës është një hapësirë e madhe, edhe në një pjesë tani, sot po merrem, thëmë prej mëngjesit kam filluar ai grupi rinor bashkë me iniciatorin me atë koordinatorin Fexhri Salami ta rregullojnë atë pjesën e qendrës. Në një pjesë do vendot ajo bina, më thëmë prej milar ku unë do të më ndroj edhe shoqëritë kulturore artistike, do mundën të paraqiten me këngë, me valle, me muzika, me melodi, po, programi do zhvillohet, është një bimë, më thonë, me hapësirë mjaft e përshtatshme, mjaftueshme për zhvillimin e programit, nësa anash do të kemi, më thonë, ato shtandet e rregulluara ku do të mbushen me rush nga vreshtarët. Bile sot kur qumë në mëngjes për të ardhur këtu në emision, kur i pam ato vreshtarët, të gjithë kishin dalur me ato për ta marrë rushin sa më të freskët, më thonë, prej mëngjes, edhe pse binte shimir, po kjo është një dëshirë, më thonë, kanë një vullnet të flak për vendlinje, që çdo gjë të dalë bukur. Po ja shikon, kur shikon gjitha ato rusha aty, kesi mos e përmendis. Po edhe kur dalë ato pleshtit aty, merremi për shkon në emisione dhe kështu në zbardh fytyrën. Dhe si e kanë ato pleshtit. I përshëndesim shumë dhe nuk di si më mirë do ta kishte zbardh fytyrën merremi me gjithë raftësi dhe këtë dëshirë që flet për Bojanën në fakt dhe ne. Vile edhe një fqindje, unë kur isha në Radio Shkupi kur po shkoja në shtëpi, edhe
qullok, ku ndoje majrat, kur gjë dalë para kejtve. Atë pjesën e moderimit, sa e nuk e ditë konkretisht bashkë. Po, në atë pjesë... Qullo mos në kuritish, o të shreni rahat është të shamajrë, a ditë besu që nuk të vë kuriti. Do më thonë, ke ishte një... Dhe ti nuk i korite fare. Besoj ka dalë deri në fund. Deri në fund ishte mire, në veçanti kjo pjesa e të folurit, e kemi të... E po në Bojanës jam ka dalë. Pa tjetër. Ne të falënderojmë shumë Mireme që ishe me ne dhe besojmë që të gjitha ta në Bojanë që janë duke të ndjekur tani, t'ju ketë pëlqyer biseda dhe pa tjetër që do t'ju ketë pëlqyer një vajzë e aftë, një vajzë me plot dëshire vullnet për të punuar për vendin e vetë. Faleminderit për përgëzimet personale, po ashtu edhe përgëzime më shumë të i marë pak për festivalin në Rushi, pasi që këtu jam si përfaqësuese mediale festivalit të Rushit, jo si Mireme kur t'ishe si një nxënëse se një poetesh. Mirë po, desha të bëj edhe një falenderim pasi që nuk e përmendëm në asnjë pjesë, atyri që ju i meritojnë, thonë ato merita më të mëdha, i meritojnë falenderimet, është prej Tezi Pistuti, i cili ka qenë ideatori, thonë zotria Gim Selami, te Fexhri Selami, i cili ka iniciatori, organizatori, të gjitha ideat për festivalin në Rushit të Bojanës. Falenderim tjetër është për grupin rinori cili është marrë me organizimin e festivalit, manifestimin për të gjitha detajnë, pjesa e shtandeve, pjesa e bingës, pjesa e regullimit të qenërës. Falenderim akoma më i veçantë është për nënat, të cilat me për atë të zellin negatimit, do përgatitin ushqime tradicionale. Do më thonë përveç promovimit të Rushit të Bojanës, i flijat, Ushqime tradicionale përmendem dhe... Ato shtatë do jenë të mbushura me flija, peta, kulare, mantije. Që se tha që në fillim të intervistës ti se do të ketë ushqime. Po në shumë që vetëm kjo është me... Ja, e shesi u qova, baklava, po e shioja shumë atë që tregonje tani, gjitha falinderimet dhe gjitha pjesën e ushqime. Pjesa e nënave kam përgatit ato ushqime dhe momentalisht bile mire me përgatit në gjithjet sa më të freskëta, sa më të nxehta ato flijat. Se vazhdo më tepër. Do të komplet televizioni në Bojanë sot dhe kemi prej regjisë deri poshtë. Për krasit, donatorët dhe për krasje financiare a Ministria e Buqis, i falenderojmë edhe kështu publikisht si përfaqësuese mediale, është kryetari komunës së Sarajit Beki Murat. Komuna e Sarajit, si dhe është një organizatë ndërkombëtare se Rural Development, është drejtori i saj Boban Ilić. Këto kanë përkrahur, këto vreshtaret e Bojanës kanë qenë për vizita studimore në Rahovec dhe në Kavadar, të shohin se si e bëjnë ato kultivimin në Rushit dhe të bëjnë një lloj krahasimi se si e kultivojnë ato dhe se si bëhet në Bojanë. Si lloj vizite studimore dhe ka qenë financuar nga kjo organizatë ndërkombëtare. Falenderimet tjera janë edhe për 5 kompanitë shqiptare të cilat e sponsorizojnë Rushin e Bojanës me prezencë dhe me produkte. Janë kompania më e madhe shqiptare në rajonin e Dervenit, por mund të them edhe në tërë Maqedoninë, Dauti Commerce, është Uka Commerce, kompania Atlantic Derven Prometi, më thënë pjesës e Dervenit, edhe Kafe 56 nga Zvicra. Më thënë kemi edhe sponsor nga jashtë Dervenit, mirë po shqiptar, i merë Skënderi. Ne i falenderuam gjithë organizatorët, gjithë sponsorët, gjithë mbështetësit. Falenderojmë edhe ty edhe njërë që ishe me ne në studio, të shihemi sërish në festivalin e Bojanës. Dhe diçka për... Ki vesh për fliu të orë, për ato ushqime tradicionale. A ju me presim se jo, po. Pashu, shpresojmë që do të kemi edhe media, ajo pisa e shiut pak të besojmë që gjitha ta që janë duke të ndikur dhe që në veçanti nxitë kurajon kjo pjesa e tradicionales, e vendosjes, e shtandeve, organizimi, festivali dhe në veçanti euforia që ju e keni për këtë festival, të jenë aty prezent dhe qoftë pak të tregohet në televizion dhe gjithë puna juaj dhe i gjithë mundi që ju keni. Besojmë, falenderit shumë, faktu në falenderoj edhe radio këtë të vë 21, e televizioni 21 për këtë mundësi që ne të vim këtu edhe të tjere të informojnë sa më shumë rreth organizimit të festivalit dhe në këtë mënyrë të kemi sa më shumë mysafir. Andaj unë apeloj, më thënë ju bëthirit të gjithë ata të cilët dohet të shirojnë në Rushin e Bojanës, Rushin më të ëmbull, ushqime tradicionale të nënave të rinis të Bojanës, të vinë sot në ora 1:30, më thënë ditën e prejnë bashkë, sot në ora 1:30, në festivalin në Rushit të Bojanës. Urojmë sukses e festivalit, po. Buk Rush e zemër. Ne do të takojmë sërish në dhe Plia, po. Përmendim Plien, ta sharje se më mëngjes në mbyt. Rushi, okej, më shumë. Yndyra, dhe unë jam edhe në zanë se mjekësis, ajo pjesa yndyrës pak më sabas. Po, nuk është temi. Mirë, 1:30 nuk është, okej, 1:30 mirë jemi.
Ta Apo, pasi që Mund të përmendesh tash. jeni që herët këtu për Po, emision. ne për agjallëve që Aparato kështu që vetë se kemi fillu. që qonë 12, jo asë se në orën Për ato është Ne do të vazhdojmë tani me pjesën tjetër, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi dhe e shijova tepër bisedën me ty sot, përgëzoj shumë dhe Faleminderit. ty dhe gjithë atyre që janë duke na ndjekur nga Bojana, sa më shumë të punojnë dhe sa më tepër të ecin përpara për arsye se nuk duhet humbur në veçanti vlera tradicionale që vendi juaj ka. Të ndjekim tani një blok promësh të televizionit 21 dhe më pas rikthehemi sërish.